Alessio Alia ka folur sërish për raportin e tij me këngëtaren e njohur Jonida Maliqi, duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe rrjeteve sociale. I ftuar në emisionin Goca dhe Gra, ish banori i Big Brother VIP Albania u pyet për marrëdhënien me artisten, për të cilën kishte folur edhe gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Gjatë emisionit u publikua edhe një video ku Alessio dhe Jonida shfaqen të kapur për dorë në një event publik, moment që ka rikthyer diskutimet rreth raportit të tyre. Duke folur për Jonidën, Alessio u shpreh me shumë respekt për të, duke lënë të kuptohet se mes tyre ka pasur një lidhje të veçantë. Këngët i kemi bërë bashkë me Jonidën. Çdo gjë tjetër ngelet histori. Jonida Maliqi është një nga gratë më të forta që kam njohur në jetën time. Kam respekt për të, tha ai. Deklarata e tij ka ngjallur reagime të shumta në rrjet, ndërsa fansat vazhdojnë të komentojnë mbi raportin mes dy artistëve dhe historinë që duket se i lidh prej vitesh.